Ministria e Shëndetësisë vijon të heshtë për shëndetin e 22 vjeçares Oltiana Saliasi, të cilës paraliza i ka prekur mushkrit dhe rrezikon t'i prek edhe trurin deri në fatalitet. Familjarët e Oltianës fajsojnë strukturat më të larta të shtetit shqiptar, se po tregojnë neglizhencë në drejtim të shëndetit vajzës së tyre. Mbi 10-12 herë, ditë për ditë, se kam marrë te ministria, nuk po marr një përgjigje konkrete për problemin e motrës time. Kam takuar zotin Petro Mersinaj dhe më ka thënë që, po ja dërgojmë kërkesën Turqisë, po përgjigja mund të vonoj. Kur në fakt gjendja e motrës time është shumë e rëndë dhe nuk mund të shtyhet asnjë ditë. Doktorët nuk na japin shpjegime, ilaçe spitali nuk ka. Të gjitha ilaçet jam detyruar t'i blej vetë në farmaci. Neve kemi dorëzuar, kemi bërë thirrje dhe nuk është kthyer asnjë përgjigje nga kryeministria. Prej 26 ditësh, Oltiana Saliasi mbahet e shtruar në gjendje tepër të rëndë në urgjencën e QSUT-s, ndërsa mjekët shqiptar po bëjnë gjithçka për ta mbajtur atë në jetë. Dorën e lviz zot. Pa mundonje. Jo, po kembët. As kembët. Çe kërkon ti të bëjmë për ty? Njëzet e 22 vjeçaria, studente për gazetari në vitin e 3 në Universitetin e Elbasanit, është prekur nga një anomali tepër e rrallë në sistemin nervor. Jashtë kameras, mjek të shërbimit të urgjencës së neurologjisë në QSUT sqarojnë se Oltiana voha nga sëmundja Guillain-Barré, tepër e rrallë, që prek 7 deri në 8 persona në vit, por se stadi i vajzës nga skrapari është tepër kritik dhe me mortalitet të lartë që shkon deri në 93%. Të njëjtat burime thonë se 22 vjeçaria po trajtohet me një nga protokollet më bashkohore për kurimin e sëmundjes, por nuk garantojnë se kjo mund t'i shpëtojë asaj jetën. Në një situatë të tillë, kur shpresat sa vijnë dhe shuhen, familjarë të afërm si dhe shokët e klasës së Oltianës kanë ndërmarrë një fushat të gjerë sensibilizuese për mbledhje fondesh në qytetin e Elbasanit për të mundësuar kurimin e Oltianës në një klinikë të specializuar jashtë vendit. Po çmimi për një kur të tillë shkon deri në 100.000 euro. Në emër të Oltianës janë hapur dhe 2 llogari bankare në bankën Credins. Familja Saliasi është tepër e varfër dhe jeton në një fshat të thellë të skraparit. Prindrit thonë se vajza e tyre nuk ka vuajtur kur më parë, ndërsa ndiqte normalisht studimet në vitin e 3 gazetari në Universitetin e Elbasanit, por krejt papritur ajo ka rënë në paralizë, që fillimisht i ka prekur gjymtyrët e poshtme dhe brenda 24 orëve të gjithë trupin.